Po, flamurtarja ka shumë të vështirë, do ta ketë shumë të vështirë edhe vazhdimin. Ndoshta nuk e di se gjithçka mund të ndodhi në futbollin shqiptar, ka rrotullohet situata javë pas jave, por që keq më vjen shumë për Bardhë e Blut, nuk e kuptoj, ne i kemi ato indicjet tona, por nuk e kuptoj pse nuk po dalin ende nga ky batak që janë futur edhe po thellohen akoma më shumë. Po si ka mos, ja shikojmë çik tabelën e klasifikimit, gjendet në zonën frigorifer, jo frigorifer, por në ngrirje. Në fundit fare. Okej. Në vendin e parë është Vllaznia me 51 pikë, në vendin e dytë është Elbasani 49 pikë, Gnatja në vendin e tretë 46 pikë, Dinamo vendi 4 39 pikë, është Partizani në vendin e 5 që qëndron aty 39 pikë, Teuta në vendin e 6 34 pikë, Bylis vendi i 7 27 pikë, Vora 26 pikë në vendin e 8, Flamurtari 24 pikë të herë, në vendin e 9 dhe vendi i 10 i takon Tiranës me 21 pikë. Tani Tirana nuk ka kundërshtar Zhuba më vetëm siç e kishte më para që e kishte Vorën, po tani ka dhe Flamurtari, 24 pikë Flamurtari, 26 Vlora, Bylis 27 pikë është pozicionuar diku tjetër. Tirana sot me Elbasanin, do më thonë, mbase kjo javë ka qenë java Elbasanit, sepse edhe për kupë me Partizanin kualifikua, fitoj dhe sot. Ishte ndeshje shumë e vështirë për Tiranën, ndeshje e cila luftua nga dyja skuadrat, pati rivalitet, kishte edhe tifozëri në stadium, por mendoj që Tirana mbase për momenti ka nevojë paran psikologjike. Skuadra performon momentet caktuar, por nuk del atje ke finalizimi. Dhe finalizimi do t'jesh i qetë nga ana psikologjike. Lojtari gol ke Tirana mungon. Në ndeshje janë, e di, në ndeshje iku, mbaroi kampionati, gjendesh kategori 2. Parën si e kanë bërë tani se ne kemi me të vjetrën. Këtë humbje Tirana, domethënë tani fillon domethënë lëviz shumë dispozitat për të qenë domethënë pjesë e Superligës. Vendi 10 ishte një pikë diferencë me tjerët tashmë, lëvizje erdhi dhe shehi trajner. Altin, për të pas pikë ka shumë dispozicion, 93-27 pikë. Problemi që ndronë, çfarë ka ndryshuar? Po mirë, tani tabelën e dim dhe ne se kemi makinë llogaritse, edhe mos a dinim tabelën e shumëzimit, tani ka 27 pikë. O zotëri, problemi i madh i Tiranës është që nuk... Po s'deshe ta ngjosh, mos më pyet. Jo se që të mbash një standard, se ke luajtur me Tiranën edhe... Gjithsesi. Çfarë ka ndryshuar te Tirana që Tirana do ndroj marsh edhe do eci më parë? Tirana nuk i ka problemet vetëm te loja tashmë. Tirana ka problem me vetbesimin, Tirana ka problem me grupin, Tirana ka problem me presidencën, Tirana ka problem me mbarvajtjen tërësi. Nuk është çudi që është Tirana këtu ku është. Dhe nuk është rregulluar shumë çka. Është ndryshuar, por në futbollin nuk ndryshon vetëm me mentalitet, është ndryshuar trajner. I pari erdhi Mile. Ashtu. Pastaj Hoqën dytin, hoqën tretin, edhe një destabilitet kaq i madh. Gjatë gjithë kampionatit le pasojat e veta, sigur edhe Tele Santana të vi trajneri Tiranës. Nuk ka një shiring dorë që thotë unë t'i heqë dhimbjet sot dhe t'i e komplet i kuruar, vjen me mentalitet tjetër. Ngjarjet që kanë ndodhur kanë lënë pasojat e veta. Një klub futbolli është organizëm. Po e lej jashtë, plevitoset gjithë natën, do dridhet gjithë mëngjesin pastaj, nuk ka çfarë të bëjë, nuk ka zgjidhje tjetër. Edhe Tirana është e smurme dhe duhet kurohet në tjetër formë. Mbase Tiranës i bën mirë, sepse zgjidhjet i ka të pakta pothuajse zero. Sepse ka Flamurtarin, me urojmë për fitoren e kësaj radhe, Flamurtari është i shëndetshëm financiarisht. Nuk ka problemet e Tiranës. Flamurtari ka i hall tjetër që kanë problem me menjen e vetë, sepse... Që të më thënë? Ka i problem tjetër se të kesh financat siguruara, të kesh bëj merkato gjigante, dhe të mos mungoj asgjë, dhe të jesh në atë nivel, është çështja orientimit, çështja drejtimit, po aman, financiarisht është e qetë. Dhe një klub që është i qetë financiarisht ka më shumë mundësi rikuperimi pikësh se sa i klub tjetër që vuan shumë halle bashkë. Në këtë pikë e shoh Tiranën në hallin më të madh tjetës vetë. Po është më mirë të vuaj sot dhe ta mbylli, kështu si po e mbylla, si do që ta mbylli, sepse Tirana duhet gjej zgjidhjet përhershme. Tirana nuk mund të lëngojë. U bë viti i 4. Pse u bë Flamurtari klub normal? Nga një klub elitar në Shqipëri.
U bë klub normal se ngeli 10 vjet në kategori 2, brezat se njofim tash. Ngeli 5 vjet me menjet e këtyre presidentëve të Vlorës që i herë bëjnë tallavaj, i herë bëjnë futboll, i herë bëjnë Napoleonin, por nuk merren profesionalisht me futbollin. Se Vlorës nuk i mungon asgjë. Ka potenciale, ka mendje futbolli, ka tradit, ka emër, ka familje, ka ekonomi. Morën longën. Lutë jo por Laçi lash. Nxori Laçi ka kategoria, më kishte 20 vjet Laçi nuk bite. Ky ai Longo. Jo Longo. Edhe atë më thuaj. Po ka ikë sot ai. Në situatën e sotshme, Flamurtari është më i favorizuar se Tirana për të qëndruar, po jo se ka siguruar gjë. Tirana i ka hallet e mëdha, duhet të shpëtoj një herë mirë, duhet zgjidh problemin e drejtimit, problemin e financave, që zgjidhen vetëm përmes kontratash edhe lëvizjes shumë themelore. Po dhe kush bie nga kategoria? Gimi do të pyes ty çik për kampionat. Si e shikon kampionatin njerëz? Se ti nga që je me Matispor, nga Matispor shkon te Alianca ti te zyra gati për biletat. Aliancën aty e ke akoma? Aty jemi. Te rrugë Durrësit? Ne merrem me futboll në. Po për shembull, po desha në bilet lirë, unë për shembull vi me Nikolën gjithë stafi këtu. Ke oferta? Kemi kanale komunikimi pafund. Kanale komunikimi quhet. Aty ka biletat lira. Patjetër, është shumë e thjeshtë. Kjo është pjesa më e thjeshtë. Mu te rrugë Durrësit, Aliancën aty ke bileta më të lira tre. Si shikon me thënë drejtëm në shoh futbollin të gjithë superiorën e kam, më nuk jep kënaqësi kur ti shef ndeshje superiores. Unë si publik i jashtëm duke emocion specialist futbolli nuk më jep as lloj satisfaksioni. Ka dhe ndeshje të bukura tani, mos i bëjmë gjitha, ka dhe ndeshje të bukura. Jo, nuk el futboll. Tani ne shikojmë Barcelonën, po se po do të Barcelonën. Përveç Vllaznisë dhe Dinamos që kanë pa futboll interesant, të tjerët nuk kanë pa futboll që ta shohësh ndeshjen në televizor, atë shkosh stadium dhe ta shohësh me qef. Pra që të shohësh i futboll të bukur, po themi, nuk bëhet futboll i bukur. Dhe ky kam bindje ka të bëjë dhe me nivelin. Do ti po të shohësh nivelin e gjithçka është e lidhur me biznesin, po themi, edhe sporti është fut në biznes. Dhe vlera e kartonave që ne kemi në qarkullim superiore është shumë e ulët. Dhe kjo prodhon fund këtë realitet. Tani ajo tabela që po shifja, ndeshja nesër për shembull Dinamo Partizani është përcaktuese për Final Four-in. Për Final Four. Ke drejt, pëlqeve këto. Po aty doja për shembull se nga ato ekipe ti më ke me Dinamo në Partizani. Po Dinamo ka ecë më shumë Kupa Evrope. Edhe do isha jo e ka dhënë me fakte, janë numrat. Shumë me Partizani. Janë numrat që flasin. Do thotë Dinamo. Po Dinamo nuk ka vajt mirë me Lirdaja këtë vit. Unë e prisja kampion absolut Lirdaja. Jo, aty është në lojë akoma. Për kampion. Po faktikisht është lojë, kako, po ideja është ata në Kupat e Evrope kanë treguar që kanë ecë më gjatë se tjerët. Të gjithë tjerët janë thyer në raundin e parë, maksimumi në raundin e dytë. Është mjeshtë Daja. Kurse Daja ka treguar që ka realizuar sukses, kështu që mendoj që Dinamo duhet të jetë në Final Four. Pasi se si shkon Final Four, kjo varet nga ndeshjet që janë shumë të drejtë për drejta. Ose të paktën Dinamo me pa kampionat. Po dhe kush bie nga kategoria? Projeksioni është, nuk është se do ndodhi mrekullia për këto javë të mbetura të kampionatit. Tashi është një risk shumë i madh i shejt paktën që mori drejtimin e Tiranës që ta drejtojnë në këto ndeshje të fundit në agoni e sipër këtë skuadër. Edhe do jeti mrekulli nëse ai do